për çfarë po bëhet e gjithë kjo proteste ditës së sotme, menjëherë pas zgjedhjeve dhe rezultateve, pra çfarë synohet të arrihet? Përshëndetje, faleminderit televizionit tuaj. Kjo protest po bëhet për masakrën e madhe zgjedhore që ka ndodhur. Kjo është për t'i bërë me dije të gjithë liderëve europian, pasi ne ju e keni parë që ne kemi qenë prezent në denoncimin në SPAK dhe kudo për atë çfarë ka ndodhur. Pra ne i kemi paraprirë kësaj situate dhe për shkak se i kemi paraprirë kësaj situate, ne sot gjendemi për t'u bërë me dije gjithë liderëve të Europës masakrën zgjedhore që ka ndodhur, që nga abuzimi, që nga bandat e krimit, që nga legët e korrupsionit, që nga blerja e votës, ku duhet ta them se unë në mënyrë personalisht e kam denoncuar me zë dhe me figurë në zonën e Shkozetit duke u blerë vota dhe duke u dhënë zarfe me para. Si lexoni personalisht rezultatin e këtyre zgjedhjeve parlamentare? Unë mendoj që ky nuk është rezultat, këto nuk janë zgjedhje. Pa tjetër që opozita nuk do të pranoj si zgjedhje, nuk do t'i pranoj se nuk është zgjedhje, është minuar demokracia dhe kur ndodh minimi demokracisë në një vend, unë mendoj se shkëmban alarmi edhe për pushtetin, edhe për sistemin e drejtësisë, edhe për cilin do që ndodhet në Shqipëri. Dhe unë mendoj dhe gjej rastin për t'i bërë thirrje edhe një herë të gjitha agjencive ndërkombëtare, të gjithë liderëve të Europës që ndodhen sot në Shqipëri, për ta lexuar mirë situatën në Shqipëri, pasi ka rënë demokracia. Edi Rama është ai i cili parashikon qartazi se sa mandate do të marri, pra Edi Rama i parashikon se i blen dhe din se sa mandate ka bler dhe thotë që do marr aq mandate, se nuk ka mundësi që një kryeministër ta dinë në mënyrë fikse se sa mandate. Unë po ju them eksperiencën time në zonën e Durrësit, ku Partia Socialiste e dikte eksaktësisht se sa vota kishte në secilën kuti. Pra kjo s'mund të ndodhi në një vend demokratik, kjo s'mund të ndodhi në një vend normal. Prandaj ne jemi këtu, do jemi këtu në mbështetje të demokratëve, në mbështetje të atyre të cilët po themi janë intimiduar, nuk kanë mundur të votojnë. Kemi pasur raste kërcënimi të kandidatit për deputet në zonën e Shkozetit, nga bandat kriminale të Shkozetit. Po e bëjmë dije sot për televizionin tuaj. Pra imagjinoni pak se në çfarë situate ndodhen sot shqiptarët dhe se si votojnë shqiptarët. Ne jemi këtu, do të vazhdojmë të jemi këtu për demokratët, të cilët nuk u shantazhuan, të cilët nuk u intimiduan, të cilët nuk u blen, dhe jemi këtu për të kërkuar përsëritjen e zgjedhjeve pa Edi Ramën kryeministër. Rastet e vjedhjeve të votës pra e keni të faktuara si parti, çfarë do të bëni me këto? Pra ku do ta kërkoni zgjidhjen? Dhe për 47 liderët e votës të cilët ndodhen sot prezent, çfarë kërkoni nga ata? Mendoni se do të dëgjojë zëri juaj? Atëherë, nga 47 liderit e votës që ndodhen sot, kërkojmë të lexojnë qartazi denoncimet tona që kemi bërë. Ju e keni parë që unë kam bërë denoncime vazhdimisht para SPAK-ut, ku kam denoncuar bandat e krimit, korrupsionin, blerjen e votave, shantazhimin, intimidimin, përdorimin e administratës, faljen e gjobave. Pra të gjitha këto janë këmban alarme për demokracinë dhe ju kërkojmë liderëve të botës që ta lexojnë qartazi çfarë ka ndodhur në Shqipëri dhe kryeministri Rama duhet menjëherë të jap dorëheqje dhe të largohet për t'i hapur rrugë Shqipërisë, sepse nuk mund të ketë antarësim në Bashkimin Evropian dhe nuk mund të ketë integrim në Bashkimin Evropian pikërisht ai kryeministër i cili e ka penguar 12 vite. Një kryeministër i cili në 12 vite ka shpopulluar vendin. Një kryeministër i cili në 12 vite ka vjedhur. Një kryeministër i cili gjysmën e qeverisë ka në burg. Nuk mundet që sot të vit ju thotë shqiptarëve që unë do ta integroj Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Shqipërinë në Bashkimin Evropian do ta adresoj dhe do ta çoj Partia Demokratike, ashtu siç kemi bërë liberalizimin e vizave dhe ashtu siç është bërë çdo vepër e mirë. Unë mjafton t'ju them që të rishikoni Rama, besoj se ju e dini që i ka përdorur edhe bandave, ju them sot që janë të përdorur, ju e pa që në Malsinë e Madhe kryetarin e bashkisë e përdori për të marrë votat dhe menjëherë e çoi te SPAK-u. Këtë do të bëjmë gjithë bashkëpunëtorët, po ky nuk është halli i Ramës, ky nuk është halli i bashkëpunëtorëve të Ramës, ky është halli i shqiptarëve dhe ne këtu jemi për hallin e shqiptarëve. Unë personalisht jam shumë falënderuese për çdo votë që ka marrë, për besimin e qindra qytetarëve, e mijëra qytetarëve të Durrësit dhe jam dhe do të jem gjithmonë në krahun e tyre për të protestuar dhe për të dëgjuar zëri i tyre. Po për zërat të cilët thonë se ka një opozit pa energji, çfarë mund të themi, ndërkohë që kemi edhe eksponent Partisë Demokratike të cilët janë larguar nga kjo parti. Pra, mendoni që edhe Partia Demokratike duhet një riformim total? Atëherë, unë ditë ju them që ka patur një fushat gjithë energji, unë e kam shijuar pafund fushatën pasi kam parë frymën e ndryshimit, kam parë duke u kërkuar fryma e ndryshimit dhe unë nuk mendoj se kjo ka të bëjë fare me energjinë. Patjetër që do ketë
ketë vend edhe për analizën e brendshme, do ta kërkojmë që të bëhet analiza e brendshme, ka gjëra të cilat që edhe mes nesh ndoshta nuk kanë shkuar mirë, patjetër, po kjo i përket analizës së brendshme. Për sa i përket vjedhjes së votave, nuk duhet ta shfokusojmë fokusin. Këtu jemi sot pikërisht për vjedhjen e votës, për masakrën zgjedhore dhe për t'u kërkuar 47 liderëve të Europës që të shikojnë, të kthejnë syt nga Shqipëria, pasi Shqipëria duhet jetë një vend demokratik. Nuk është sot një vend demokratik, por ne kërkojmë që të ketë një sistem gjyqësor të pavarur, të ketë një sistem legjislativ, të ketë dhe ekzekutivin një ndarje pushtetësh të pastër, siç duhet jetë në çdo vend të botës. Për ta përmbyllur kjo protestë e ditës së sotme, si do të vijojë? Pra si do ta përfundoni dhe cila do të jetë hapa e mëtejshme e Partisë Demokratike? Kjo është një protestë e cila qytetarët në mënyrë të natyrshëm kanë ardhur këtu për t'u bërë me dije gjithë liderëve të botës se masakra zgjedhore që ka ndodhur në datën 11 maj nuk mund të pranohet, nuk mund të intimidohet dhe aq më tepër unë jam këtu për t'ju thënë se këta qytetarë janë njerëz të lirë, të cilët nuk kanë pranuar as të shiten, as të blihen e as të intimidohen. Ju siguroj se këta janë qindra mira të tjerë, të cilët ditët në vazhdim do shikoni planin konkret të opozitës. Faleminderit ju.